Unë mendoj që në këtë rast po vjet në provë Edi Rama, sepse Edi Rama duhet ta dim që është një nga njerëzit e sponsorizuar nga Fondacioni Soros. Është një nga njerëzit që e kanë rritur, e kanë mbështetur. Dhe aktualisht, për interesat ngushta politike, Rama po mbështet, ka lidhur një marrëveshje të re me Donald Trump. Kjo nuk i pëlqej Fondacionit Soros. Atëherë ata po i thonë, por që a them më thjesht për publikun, po i thonë, o ta bëjmë bashkë këtë projekt dhe qëndron linjën tonë, ose ti lër karrikën e kryeministrit dhe ik sepse të kemi sjell ne aty. Po pse do lë karrikën e kryeministrit? Nuk është parti, është lëvizje qytetare. Lëvizje qytetare. Pika e parë e thirrjes qytetare është që të lëri karrikën Edi Rama. Dhe kjo është shumë pozitive. Tani, ti më ke parë, e ke ditur që unë jam njeri që në media dalë dhe artikuloj të gjitha aferat korruptive, të cilat ka bërë kjo qeveri. Për mua Edi Rama do të ikë jo sot, të kishte ikur. Por fatkeqësisht është një opozit e venitur, e cila fle dhe nuk ka e gasme të fitojë besimin e qytetarëve. Po kjo mund të jetë zëvendësuesja e opozitës, mendon. Tani unë nuk mendoj që kjo lëvizje tashmë mund të reflektojë një lëvizje të re politike. Unë mendoj që kjo lëvizje po zgjon shoqërinë, po vret frikën. Pra, të gjithë ata njerëz të cilët nuk mund të mos e themi gjitha që në fillim. Okay. Unë mendoj që po. Kjo është një lëvizje që mund të zëvendësojë opozitën dhe mund të zëvendësojë edhe qeverinë, po ky është mendimi im. Migen, dua edhe komentin tënd. Po është lajmi mirë që ditë pas dite protesta thitha edhe ata të cilët kanë qenë kritik ditët e para. Edhe kam përshtypjen që kjo është një nga potencialet e mëdha, sepse me masivitetin e saj e ka sfumuar, kjo protestë e ka sfumuar çdo lloj influence të jashtme në kuptimin e furnizimit me teori konspirative fjala vjen. Unë mendoj që tashmë është e kuptueshme që realiteti është mbi konspiracionin. Dhe nëse ne shohim ato përmasa të pjesëmarrjes së qytetarëve në protestë, e kuptojmë që ne duhet të shohim realitetin në sy. Pra, ky është vend që ka dështuar të jap arsim. Ky është vend që ka dështuar të jap shëndetësi. Ky është ne jemi përpara një qeverisjeje e cila ka dështuar në shumë sektor të saj. Edhe në procesin që neve shpeshherë mundohemi të themi që jemi janë kundër zhvillimit. Problemi me vendin tonë është që në emër të zhvillimit dhe në emër të gjërave të mëdha, njerëzit janë vjedhur po në mënyrë madhështore. Pra, gjëja më e madhe i Albania u vodhën në mënyrë të madhe. Gjëja më e madhe incineratorët u vodhën në mënyrë të madhe. Dhe tani sërish njerëzit kanë arsye objektive për të dyshuar që ky zhvillim i madh që po premtohet prap. A do vjedhet prap? Se ne nuk kemi para situatës ku kjo qeverisje ka bërë 21 vepra të mëdha dhe tani ne qytetarët jemi skeptik për veprën e 22. Dhe kur themi që jemi kundër zhvillimit ose kundër projekti, për herë të parë kryeministri flet për, domethënë një nga arritjet e protestës është që solli kryeministrin të flas për projektin, se deri para asaj nuk fliste askush, nuk dinim se për çfarë bëj fjalë. Ndërkohë që flet thotë edhe s'ka projekt. Po kjo kritika që thot Almeri e kam hasur edhe nga eksponent të Partisë Demokratike. Një prej tyre sekretari i saj i përgjithshëm zoti Flamur Noka, edhe eksponent të tjerë. Ka prapavi sorosiane kjo protestë? Shiko, unë kam përshtypjen që është e njëjta linjë logjike e Ramës kur thotë që është greke, kur thotë që është iraniane. Domethënë po të marrësh metodologjinë se si ndërtohet, është që ne kemi skenën. Mirë, por ne nuk më mjafton skena tani, ne duhet të shohim prapa skenën. Dhe duke u futur te prapa skena, ti mund të bësh çdo gjë, mund të thrasësh në ndihmë çdo lloj teze për konspiracion. Problemi që unë mendoj që është me të gjithë ata që bëjnë analizën mbi prapa skenën, është që anashkalojnë skenën. Njerëzit që janë aty, pse janë njerëzit aty, kush janë kërkesat e qytetarëve dhe a janë të drejta pasaj kërkesat apo nuk janë të drejta kërkesat. Dhe e thash edhe pak më parë, me masivitetin, pra me rritjen mbas çdo dite, qytetarët ja kanë bërë të pashmangshëm të gjithë analizëve ose faktorëve ose aktorëve që duan të jenë edhe përballë protestës, që të mos anashkalojnë dot atë që është skena. Unë nuk mendoj Miguel që ka njëri përballë protestës. Unë mendoj që protestën e duan të gjithë. Edhe unë që jam kritik jam kritik i ditën. Shiko. Edhe të djathtët. Nuk po flasim. Tani u bashkuan, një kohë të shkurtër dhe të nuk po flasim për një grup pushtetare që e kanë vjedhur këtë vend majtas dhe djathtas. Po flasim për shoqërinë në tërësi. Dhe unë mendoj që pse u vendos ai teli me gjëmbat, janë disa të vërteta që nuk ja thën njerëzve.